Dy shtetas janë proceduar penalisht pasi u kapën duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor kanë referuar materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AD 18 vjeç banues në fshatin Kuq dhe AH 61 vjeç banues në fshatin Meselim, pasi u kapën duke drejtuar motomjetet pa leje drejtimi. U referuan materialet në prokurori pasi djena aksin rrugor Shkodër-Lezhë, shtetasi FG 28 vjeç duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe si pasojë automjeti i tij është përfshirë në përplasje me automjetet me drejtues shtetasit MC 43 vjeç dhe AG 58 vjeçe. Nga aksidenti është dëmtuar leq shtetasi MC. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetase NDL 69 vjeçe, pasi nga kontrollet e kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE-s. Në banesën e saj u konstatua lidhje e paligjshme me energjisë elektrike. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materialet në prokurori pasi ka kallëzuar shtetësja OF 22 vjeçe se shqetësohet nëpërmjet celularit nga një numër i panjohur. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie e Madhe kanë referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen FC pasi ka kryer punim ndërtimi pa lejen përkatëse. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.